Ne ndjekim dhe raportojmë se çka është duke ndodhur në këtë vend. Kështu shpreh sekretarja e Konfederatës së Sindikatave Europiane, Tia Jars, lidhur me situatën aktuale në vend për kërkesat e lidhjes së sindikatave të vendit për rritjen e pagës minimale. Ajo tha se janë vazhdimisht në kontakt me Komisionin Europian, i cili çdo vit publikon raportet për përparimin e vendeve dhe theksoi se e njoftojnë Komisionin se si është gjendja me dialogun social. Nëse dialogu social nuk respektohet në ato vende, ajo pasqyrohet në raportin e përparimit të vendit dhe nga i raport varet se si do të përparoj vendi drejt BE-s, potencoi ajo. Të jesh sindikalist është e drejtë qytetare dhe as qeveria as punëdhënësit nuk guxojnë t'i sulmojnë sindikalistët. Nëse është e nevojshme, sindikalistët do të dalin edhe në rrugë, por ne presim dialog social, institucione demokratike që mundsojnë dialog social. Shpresoj që në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sulmet ndaj sindikatave do të ndërprehen dhe të kthehet dialogu social. Ne ndjekim dhe raportojmë se çka është duke ndodhur në këtë vend. Fikret Aliq nga lidhja e sindikatave të Bosnjës dhe Hercegovinës tha se përkrahin qëndrimet e LSM-s për rritjen e pagës minimale. Të gjitha qeverit në rajon, në vendet e ish Jugosllavisë përveç Slovenisë dhe Kroacisë, janë sikur të jenë të lindura nga një nën, janë identike në mënyrat e tyre të presioneve, kërcënimeve dhe u pamundsojnë sindikatave të kryejnë punën e tyre. Kreu i lidhjes së sindikatave të vendit, Slobodan Trendafilov, tha se kanë mbështetje nga sindikatat rajonale lidhur me çështjen e pagës minimale. Sindikatët reagojnë në presione ashtu me presion pavarësisht se nga vjen ai presion nga qeveria, partitë politike apo punëdhënësit. Vleret demokratike, rruga dialogu social duhet të na mundësoj rritjen e pagës minimale. Angazhimi ynë është rritja e pagës minimale dhe asnjë parti politike nuk mund të na ndalojnë në këtë. Edhe përfaqësuesit e sindikatave të tjera si ajo e Malit të Zi dhe Serbisë deklaruan mbështetjen e tyre drejt kërkesave të lidhjes së sindikatave të vendit.